Mbyllet votimi. 110 vota për prezencën, 110 deputet prezent. Atëherë vazhdojmë për votimin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, shumicë absolute votash, ndjes. Procedura e votimit, 2 votime me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 113 vota pro, 1 abstenim, 0 kundër. Miratohet projektligji në parim. Para se të fillojmë votimin e nenit 1, në bazë të nenit 76 rregullores, do të votojmë 2 amendamentet e zotit Gazmend Bardhi. Amendamenti i parë, titull që riformulohet për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në kartën e bordit të paqes, dhe amendamenti i dytë, neni i parë ndryshohet si vijon ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në kartën e bordit të paqes sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij. Në bazë të nenit 75.3 rregullores, autori i amendamentit ka të drejtë paraqesë atë për jo më shumë se 7 minuta. Zoti Bardhi, fjala për ju 7 minuta.